Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi së bashku me mua Tirona Lili për të komentuar pak një ngjarje që në fakt natën e mbrëmshme tek dikush ishte e drejtë, por tek dikush ishte edhe e padrejtë. Natën e mbrëmshme, dy zarfa brenda një shtëpie. Unë njëherë do të sqaroj këtë hipotezën e madhe dhe këto amendsime të mëdha që po fliten që Casey mund të jetë brenda një dhome të bardhë. Casey mund të jetë në ambientet e televizionit Top Channel dhe do të ketë një rikthim brenda në shtëpi. Por jo, fatkeqësisht nuk është e tillë. Casey është jashtë shtëpisë. Natën e mbrëmshme në Instagramin e tij Casey ka pranuar të gjitha fotografitë, ku në dy fotografi në story Casey dukeshte i lumtur dhe i gëzuar, duke festuar dhe duke kremtuar së bashku me Xhibanin edhe Erik Lloshin. Që pas daljes në fakt nga shtëpia e Big Brother VIP Albania, Casey ishte takuar menjëherë me Erikun, një mik të cilin Casey e krijoi brenda këtij formati, domethënë që të dy u lidhen jashtëzakonisht shumë, u afruan tepër, krijuan një miqësi të bukur dhe këtë miqësi siç duket e vazhdojnë edhe jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Domethënë Casey nuk ndodhet në dhomën e bardhë ashtu siç përflitet në fakt nëpër të gjithë mediat dhe nëpër portalet e shkruara. Casey e kishte këtë rrugtim, në fakt një rrugtim i paralajmëruar. Vllau i madh për të qenë koherent i tërhoqi të drejtën apo i tërhoqi vëmendjen, mos themi të drejtën, i tërhoqi vëmendjen disa herë Caseyt për gabimet që bënte. Nuk i respektonte urdhrat e vllaut të madh, nuk i respektonte qëndrimet e vllaut të madh dhe normalisht të mos të respektuarit urdhrat, të mos të respektuarit qëndrimet, të sjellën në pikën ku Casey është. Tani, sa ishte i drejtë vendimi, sa ishte Casey fajtori për daljen e tij, sa ishin banorët e tjerë fajtor, a duheshte të largohet dhe Rogerti, pse nuk u largua dhe Rogerti? Këto janë pyetjet në fakt më të mëdha që fliten dhe bëhen jashtë edhe brenda shtëpisë së Big Brotherit. Tani le të fillojmë të analizojmë avash lojën e Caseyt. Unë në fakt kam qenë komentuesi i parë që kam mbështetur Caseyn, më ka pëlqyer Casey, më ka pëlqyer loja e tij, më ka pëlqyer çiltërsia që kishte dhe sinqeriteti që përdorte, sepse gjithmonë duke besuar që në Big Brother afat gjatë dhe këmbë gjatë në lojë janë banorët e sinqertë. Por Casey ku i bëri gabimet? Gabimi i parë i Caseyt është që, domethënë, historinë me Stelinën e la në mes dhe krijoi tek banorët një fotografi të një djalit i cili afrohet me femra, i lëndon femrat, u athen zemrën femrave edhe largohet pa pikë dinjiteti. Dhe në këtë mes, domethënë, Stelina ishte vajza e cila në fakt u përdor nga ana e Caseyt. Kjo pjesa mbaroi. Tani, Casey përpos që nuk e finalizoi gjën edhe e shkëputi menjëherë me Stelinën, ai e la në gjysëm edhe dëshirën për të qenë me të, sepse gjërat nuk përputheshin. Nga një surprizë shumë e madhe brenda në studion e televizionit Top Channel, në realitet ishte krejtësisht tjetër. Unë e di që Casey është një natyrë, me aq sa unë kam arritur ta njoh, që nuk i toleron në asnjë mënyrë që dikush të vë ligje mbi ndjesitë e tij, sepse ndjesitë e tij në moment i ka të vërteta. Është nga këto njerëz që domethënë menjëherë ngrohet e menjëherë ftohet. Dhe më pas domethënë pasi që ta lëndosh, ai largohet krejtësisht. Këtë pjesën ja kam kuptuar. Por që të lidheshte me Inën dhe ta ndihmonte Inën në lojë, realisht Casey dëshironte që të krijon aleancë, jo dashuri, sepse nuk është dashuri ajo. Casey e studioi situatën në mënyrë të gabuar, e pa që ndoshta do të mbetet i vetëm, e pa që i duhet aleancë në krahët e tij, edhe shkoi me këtë fenomenin që shumica e banorëve shkojnë ndër vite, që në qoftë se do të krijosh një lidhje dashurie, në qoftë se do të krijosh një emocion brenda shtëpisë së Big Brotherit, ti do të jesh afatgjat dhe publiku do të duart roket. Publiku e donin Caseyn dhe Stelinën, nuk e donin Caseyn dhe Inën, sepse Ina
hyri në shtëpi me fotografin e një vajze që po ndan një çift dhe kjo lloj personazhi në shoqërinë tonë shqiptare, por njëkohësisht edhe në shoqëritë e tjera në botë, nuk është e pranueshme. Përkundrazi është e paragjykuar, është e urryer, është e komentuar për të keq dhe normalisht, domethënë, nuk mund të fiton Casey jashtë. Tani, për daljen e Caseyt mbrëm nga shtëpia e Big Brotherit, faktori kryesor është Ina. Do të thoni pse? Sepse Casey nuk është se kishte problem me banorët. Po të futemi në thelb, banorët nuk janë ngrindur pothuajse fare me Caseyn. Ishte Casey ai që shkonte në debate, ishte Casey ai që kur ndodhte debati në lavanderi ai dilte nga dhoma, shkonte sepse dëgjonte zërat, nga që për banorët është shumë e rëndësishme që të dalin në prime. Domethënë ishte Casey ai që i bënte me kastile këto gjërat dhe u ndikua nga ana e Inës, sepse banorët kishin problemin me Inën dhe për hatër të Inës Casey shkoi u grint me Kristin dhe me shumicën e banorëve të tjerë duke ofenduar dhe denigruar deri me terma seksiste, gjë e cila në fakt nuk tolerohet në një format dhe në një televizion ndërkombëtar me vlerën që ka Top Channel. Dhe kjo është arsyeja që Casey u largua nga shtëpia. Tani çfarë ndodhi mbrëm? Tani Ina e vetme nuk mund ta përballoj këtë lojën, sepse Ina gjithmonë ka qenë nën çadrën e Caseyt. Gjithmonë ka qenë nën lojën e Caseyt dhe nuk ka ndërtuar strategjinë, nuk ka ndërtuar atë personalitetin e vet në lojë. Ajo hyri në shtëpi duke u munduar që t'i futet Caseyt, bëri përçarjen tek Stelina, por unë mendoj që jeta është një karma edhe ja ktheu menjëherë dhe tani ka mbetur e vetme. Tani Ina është duke luajtur një rol tjetër, sepse Ina është duke bërë një matematik, thotë unë Big Brotherin nuk e fitoj dot. Ajo e dije këtë gjën. Ajo mendonte që Casey do ta fitonte dhe ajo do të ishte princesha e mbretit. Unë në këtë shtëpi nuk do të rri edhe shumë gjatë. Tani unë do të qaj për Caseyn, do grindem për Caseyn, që kur të dal jashtë nga shtëpia e Big Brotherit, Casey ta ketë mendjen të mbushur që unë e dua, mua më ka munguar, unë luftoj për të dhe të paktën ta mbaj Caseyn. Domethënë, Ina është ajo që Caseyn e futi në lojë. Ina është ajo që Caseyn e nxori nga loja, sepse Casey nuk ka qenë djali i keq. Domethënë, unë kam parë shumë virtytet e Casey që realisht nuk i kanë banorët e tjerë, nga që ishte njeri i sinqert dhe i drejtë dhe është akoma dhe dëshironte që vërtet lojën e tij ta bën me sinqeritet. Unë mendoj që Casey nuk diti ta menaxhon marrëdhënien me Inën, nuk diti të ndanë gjërat që marrëdhënia është marrëdhënia, por loja është lojë. Çdo banor duhet të përgjigjur për lojën e tij, çdo banor duhet folur për lojën e tij, nuk ka nevojë pse të flasin mbi njëri tjetrin, kështu që Caseyn kjo gjë e penalizoi dhe Casey sot është jashtë shtëpisë së Big Brother.